Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do sjellim historinë e një nëne 32 vjeçare nga Burreli, ajo quhet Klaudia Beshi, e cila sot do të flasi për martesën e saj fatkeqësisht të dështuar. 15 vite e martuar dhe vetëm përpara 2 viteve i dhan fund martesës. Dhe sot do njeti një djalë i cili aktualisht është 8 vjeç, por që ndodhet në karrike me rrota. Kjo nën 32 vjeçare nga Burreli e martuar në Korçë është braktisur, le të themi, nga ish partneri saj, jo vetëm ajo, por edhe djali i vogël është braktisur nga babai, dhe pse ndodhet në një karrike me rrota, ai ka nevojë për përkujdesjen e babait, por ky i fundit, le të themi, ka fikur telefonin dhe është larguar. Një tjetër histori të dhimbshme të një gruaje shqiptare do të dëgjojmë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë. 32 vjeçaria, ndërkohë që regjia më ndihmoi me një video të djalit 8 vjeçar në një karrike me rrota, i cili fatkeqësisht rritet vetëm nga nëna e tij, pasi përkujdesjen e babait nuk e ka. Nëna e 8 vjeçarit, Klaudia Beshi, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Bravo, mirë se u gjeta. Historia juaj është një histori e dhimbshme. Përpara se të fillonim të transmetimin, ne kemi folur të dyja, dhe sinqerisht më vjen keq për atë që ke përjetuar dhe po përjeton. Ndoshta ka qenë shkruar. Ajo që mua më vlen nga gjithë ky kalvar i dështuar totalisht. Për mua vlen djali dhe lufta më e madhe ime ose misioni më i madh në këtë jetë është që unë të shpëtoj djalin, asgjë tjetër. Çka ka kaluar, nuk kthehet më. Nuk kemi dorë të ndryshojmë çka kemi kaluar, atë çka presim. E vërtet. Dhe e the bukur, gjëja më e shtrenjtë për mua, drita e syve të tu, është pikërisht djali 8 vjeçar, i cili ndodhet në të karrike me rrota, le të themi që kur lindi, nuk e ka hedhur hapin e parë. Djali është diagnostikuar me spina bifida, është operuar që ditën e 4 Probleme që ka lindur. kurizore. Po, është operuar që ditën e 4 që ka lindur. Është mbajtur në vëzhgim me mjekime, sepse diagnozë rrith të ujë, domethënë ajo puçra që kishte dhe uji shkon kokë dhe kishte pasoja shumë të rënda, mund mos ishte i zhvilluar, kupton, truri ngelet bebe gjithë jetën. Por fal Zotit jo, ajo është mirë, të paktën logjikisht është dhe psikologjikisht është shumë i aftë. Dhe ishte një djalë shumë i shkafët, sepse ju keni ardhur së bashku me djalin sot në ambientet e Report TV dhe ai dëshironte të ishte pjesë e studios, të dilte në ekran një fëmijë, le të themi, energjik. Po, shumë. Është shumë i fortë se unë mund të kep plot momente që bie, por ai është shumë herë më i fortë. Forca më e madhe. Absolutisht. Edhe nëse mendoj që nuk po mundem më, ai e çou. Ne doja dalim. Domethënë shpesh herë ai që thot, unë do shërohem, e kupton, unë do punoj për ty, unë do rritem, do bëj këtë gjë, e kupton? Dhe ti nuk duhet të dorëzohesh sepse ke pranë vetes gjën më të bukur që të fali Zoti, djalin tënd. Ne do jemi të dyja së bashku sot në studio, e dashur Klaudia, por fillimisht unë dua të prezantoj një kronik, një material që gazetarja ime Ersela ka përgatitur për të njohur me historinë e kësaj 32 vjeçare dhe rikthehemi në studio për ta dëgjuar rrëfimin e saj. Klaudia Beshi, 32 vjeçe, me origjinë nga Burreli, është një nënë që sot përballet e vetme me sfidat më të vështira të jetës. Ajo po përballet çdo ditë me sfidën më të madhe të jetës së saj, shpëtimin e djalit. I vogli vua nga spina bifida, një sëmundje diagnostikuar që në lindje, që ka kërkuar ndërhyrje të shumta dhe përkujdesje të vazhdueshme. Por përveç betejës me sëmundjen, ajo është përballur dhe me një tjetër dramë, mungesën e mbështetjes nga ish bashorti. Sipas saj, martesa 15 vjeçare ka qenë e mbushur me konflikte, ndarje dhe rikthime, ndërsa sot ajo e akuzon atë për mungesën e përgjegjësisë ndaj djalit. Nëna tregon se është detyruar të përballojë vetme trajtimet dhe shpenzimet për shëndetin e të birit, ndërsa vështirësitë ekonomike janë shtuar edhe më shumë. Madje ajo rrëfen se në momente të vështira ka mbetur e vetme, edhe gjatë trajtimeve jashtë vendit. Që prej shtatorit të vitit 2025, ajo jeton në Pogradec, në një banesë me qira, një shtëpi e thjeshtë që përpiqet çdo ditë që ta mbajë ngrohtë, pavarësisht vështirësive të mëdha ekonomike. Të ardhurat e vetme që hyjnë në këtë familje janë 270.000 lekë në muaj, pagesa e aftësisë së kufizuar të djalit. Kjo është historia që sot emisioni Pa Gjurmë ka sjellë në vëmendje.
një histori që prek dhe një apel për ndihmë nga një nënë që kërkon vetëm një gjë, një shans për jetën e djalit të saj. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme, historia e dhimbshme e kësaj nëne, e kësaj 32 vjeçare me emrin Klaudia. E dashur Klaudia, unë dua të pyes realisht, çfarë ndodhi me babain e djalit tënd? Pse ju përfunduat në divorc pas 15 viteve, se nuk janë pak 15 vite martesë dhe një ditë të bukur gjithçka, le të themi, të shkatërrohet? Unë mendoj se ne nuk kena qenë kurrë okay me njëri tjetrin. Mund t'jena ndarë më shumë se 20 herë për aq vite martesë, por mentaliteti, prindrit ishin shtysa, jo, falje dhe këtë herë, do ndryshoje, kupton, dhe kërkon të vazhdimisht falje, ose gjatë viteve të fundit më çonte foto të ndryshme, do vras veten nëse ikën, e kupton, edhe atë shtëpisë më thonin, do të vrasin ndërgjegja nëse ti e lej ndodh gjë, e kupton, falje dhe këtë herë, falje, por pas ardhes djalit në jetë, ju e pa dhe vetë djalin dhe djali ka për 4 ndërhyrje deri tani. Dhe ato që unë kam kaluar me djalin, nuk kam falur, mos them gramin, nuk kam falur veten, jo më tjetër rreth meje. Kështu që ai nuk ka qenë asnjëherë prezent në sakrificat që unë kam bërë për djalin. Për djalin e vet. Absolutisht. Djali në operacion të këmbës në Turqi ka qëndruar 15 orë vetëm me puls. E kam telefonuar edhe pse kena qenë të ndarë, unë dua të bëj pjesën time, të jem e drejtë, pastaj pesha t'i bija atij që do ta mbaj. Unë të jem në rregull me veten. E marr dhe i them djali u fut në sallë me një mënyrë ironike, qeshi më mirë se do dalim mirë dhe si ra më fare, të nesërmen mori, si jeni. Ndërkohë ato 15 orë, stafi spitalit erdhën të 10 dhe për neve tham, mbaroj. Domethënë gjithë të gjën vetëm, kupton? E vetme, e qartë, në këtë rrugëtim të vështirë me djalin tënd. E dashur Klaudia, je sot 32 vjeç, 15 vite martesë, sa vjeç ke qenë kur je martuar? I bie të kesh qenë 18 e pak. 18 vjeç. Po, sa kam mbaruar gjimnazin, domethënë. Një njohje me dashuri apo Jo, mbledhëri? me mbledhëri. Se ju nga Burreli, ai nga Korça. Ti vajte nuse në Korçë. Me mbledhëri. Por më thej që unë e kam falur shumë herë. Çfarë bënte babai i fëmijës tënd që ti largoheshe dhe më pas e falje? E falja se kisha zgjidhje tjetër se linja doti, ose e meritonte ta falja. Gjëra jo normale, jo sjellje që i takon një njeriu të pjekur, të logjikshëm, familjar, të rritur, e kupton? Gjëra unë nuk dua as ta ofendoj në fundit çka ka kaluar. Okej, halal ato vitet që unë kam humbur, në të gjitha ato vite unë kam fituar djalin dhe jam shumë e lumtur, për të tjerat nuk më intereson, por gjërat që pa përgjegjësi, domethënë gjatë martesës mund kena qëndruar blej një tavolinë, rrive 10 ditë pa folur. Përse prishe lekë, bleve diçka, blej diçka tjetër, prapë 10 ditë pa folur. Domethënë ajo martesë nuk ka qenë asnjë ditë, asnjëherë, asnjë vit, okay. Ka qenë gjatë gjithë kohës me telefonata, i folni juve të ndryshojnë, nuk bën më. E së fundmi, gjëja që ka rënduar më shumë, ka qenë e kënduarit me gjëra satanike, duke kënduar për të mos ikur. Magji, e thënë në fjalën popullore. Për të gjithë vitet që kena jetuar bashkë, e ka pranuar vetë dhe unë me të kënduar e kam mbajtur gjithë jetën, sepse kjo zë qëndronte me mua. Ama gjatë gjithë kohës që ai këndonte, unë bëhesha keq. Dhe i thoja mos e bëj më, nuk e bëj më, kupton? Nuk e bëj më, por prapë e bënte. Vjen një moment që thoshte, kur më ka thënë babai jot mos e bëj më, nuk e kam bërë më, por vazhdimisht shkonte. Domethënë momenti që ai këndonte, e dinte shumë mirë që unë bëhesha keq. Nuk mendonte se nëse bëhem keq unë, djalin ngelet anash. E kupton? Gjithsesi, unë nuk besoj fare te këto magjit, çfarë thon, por ndoshta ekziston kjo energjia negative që ndikon. Absolutisht. Paktën unë që e kam përjetuar mbi trupin tim, nuk e kam besuar as unë deri në një farë kohe, por e ja kam gjetur dhe vetë, po shkova për veten, shkova për gjëra të mia, ndërkohë gjëra të mia me vete për t'i kënduar. Por kur ai bënte këtë lloj magjira, çfarë sillte në shtëpi që le të themi bënte efektin tek ty? Pija kafe, unë si e pa aftë, si e vobekte, sepse unë isha shumë e drejtë, nuk e besoja këtë gjë. Në kupton, as nuk mendoja që një i brendshëm të më bëj keq. Pavarësisht çdo gjë, konflikti që mund të kena, i kisha kartat e hapura në tavolinë, nuk isha me plan rezerv, kupton? Kështu që okej, jam munduar për aq vite, sa kena qëndruar me mishë dhe shpirt që ajo gjë të funksionoj.
Dhe kur ti pije atë kafe që konsumoje pikërisht Unë nuk e di se jo vetëm në kafe, unë një moment kafe i kam gjetur dhe të brendshët mia me vete. Gjë tjetër nuk e di çfarë mund të ketë bërë, pasi unë kam ikur se s'kam parë gjë. Por në një moment që unë ja kam gjetur kafe sheqer, ndërkohë që unë gjatë kohës që rria natën me djalin zgjuar, zgjohesha pas këtyre, këta e bënin kafe, unë e pija me të drejtë, mund ta pija. Dhe çfarë ndjeje? Për momentin asgjë, po një i muaj u qetësonin gjërat. Sa të dilte, prap plaste debati, plaste sherri, i kajde me Valinçe, gjithë jeta. Ju keni jetuar vetëm me bashortin apo edhe me prindrit e tij? Ka jetuar dhe Konati me neve. Konatin unë e kam mbajtur për aq vite sa kam jetuar. Por Konati si reagonte në të tilla situata? Ai është i smur, është me hemodializë dhe unë kam dhënë gjakun e trupit që ai jetoj. Dhe nga babi djalit unë s'kam marrë as faleminderit. As më thot a ke ngrënë diçka se ke dhënë gjak. Jam kthy nga Korça, kam shkuar në punë, kam punuar, kam shku në darkë shtëpi, mund ke rënë fikt, kam shku, kam marrë serum, jam kthy, të nesërmën i kam dhënë lekët Konatit për shkuar të bërë hemodializën, kam zbrit djalin qaf në shkollë, është një fshat dëshmitarë që e din shumë mirë historinë. Në çfarë fshati të Korçës ke jetuar? Podgërie. E dashur Klaudia, e kuptoj. 15 vite martesë ka qenë një shkatërres për jetën tënde. Absolutisht, Ai absolutisht. nuk të ka dhunuar. Jo. Nuk ka qenë një person. Psikologjikisht po, me gënjeshtra, gjëra prapakrave, por jo, dhunë fizike jo. Dhunë fizike jo. Le të themi ka qenë i papërgjegjshëm. I papërgjegjshëm. Si bashkëshort, të të ardhurat, të gënjente, të mashtronte. Absolutisht. Në gjitha format. Sa herë smushë djali, skenat ati ishin të tmerrshme, në vend që thoshte, okay, a do shërohet, a do dali mirë nga vizita, do hap ilaçe, ku do t'i marrë lekët, çfarë do bëj unë? Nuk na intereson se ku do t'i marrësh ti jap unë. Ai fëmijë duhet shëruar dhe ne të dy na përgjegjes për atë fëmijë. Në çdo lloj forme ti gjesh ti, ai nuk të pyeti ku do t'i gjesh lekët që do më shërosh mua. Ai ka nevojë për të shëruar. Por gjatë kohës që Klesi ka lindur, unë kam ardhur pas 24 orësh në Tiranë. Klesi është nisur direkt në urgjencë dhe është futur në inkubator në emërnacion dhe mjekët ja shpjeguan situatën. Klesi është i 11 në Shqipëri me atë diagnozë dhe të paktën deri tani i pari ndërtoi që nuk ka bërë post operacionit kurrizit për spina bifidën, post quhet ujë që shkon në kokë, a kupton? Kurse kjo pjesa fatal dhe ta dëmton. Absolutisht. Kurse kjo është gjë tjetër që ne nuk e prisnim, mendovëm se ja dolëm, kishim vetëm këmbën, pjesa e skoliozës është shfaqur tani, domethënë paktën në rëndomt që ka filluar të duket. Edhe ndërkohë që mjekët i thonin që ky fëmia do vuaj, nuk është se ka të ardhme, na thonin edhe neve, vdes tani, vdes pastaj, mos je për të pirë, më thanë, mos ju afro këtij fëmie, ky do vdesi dhe ti do vuash me qumshtin. Por jo, i kam prezent gjithë nga dhoma. Intuita ime, ajo ndjesia që unë kisha brenda, dija që ai fëmijë do jetoj. Thjesht e kishim sfidë, më ka rënë mua. E dashur Klaudia, momenti që erdhi në jetë djali, para 8 viteve, le të themi ato vitet më përpara të martesës që i bie 7 vite, më tregove që me valixhe shkoja i ka edhe gjatë kohës ishte me djalin. Edhe gjatë kohës. Pra në 15 vite kjo gjë vazhdimisht ndahesh, bashkohesh. Vazhdimisht. Kur erdhi djali, situata u bë më serioze, le të themi. Absolutisht, sepse nuk ishte me mua, nuk ishte me djalin në këtë rast, pa me mua s'ka qenë kurraj, po me djalin të paktën. Në situatën që ishte djali mund të ishte shumë keq, po shkuma vitesh në krevat dhe të lëviz se vdiq, unë sa kisha shkuar atje, dhe nuk është e një njeri, çfarë të bëj unë? Ore, si që të bësh ti, merë taksi, lëvizim fëmijën. Jo, po, unë nuk kam lekë dhe nuk e marë. Detyrohesha merresha telefonin e ti, merja numër kush të kisha aty dhe i thoi, okej, në fund të muajt, kërë unë të marrë lekët e djalit, ti jap lekët e rrugës, të lutem lëviz djalin se po mbaron. Dhe okej, pas ti u mësuam, pas taj gjatë kohës që unë kam jetuar aty, njeri unë bëhet për fjale, pak të nanë tona kështu e kanë. Pasi e kuptuan që unë atë që theme mbaj, thonin shpesher njëri tjetrit, nëse të merr ai, mos u merr me të gënjen, nëse të merr shoqja, lëvizë fëmijën, ajo e mban fjalën. Nëse ka hall, ndihmoje. Kështu që, Klaudia, çfarë ndodhi para 2 viteve që ti dhe fund kësaj martese? Sepse në 15 vite shumë herë le të themi e ndave. E ndar pa divorc. Riktheheshe, por nuk bëre një divorc ligjor. Çfarë ndodhi para 2 viteve që ju drejtove gjykatës dhe the stop, unë nuk e mbaj më? Unë jam drejtuar gjykatës në shtator, në fakt, jo para 2 vitesh, por para 2 viteve je shkëputur fizikisht. Që kam ikur totalisht. Ishin këto, domethënë, nuk i bien telefonit pyesi si është fëmia, e kupton, vetëm do të di ku je ti. E kupton? Ku je ti, çfarë bën ti? A ka djali të haja, a ka nevojë për të shkuar në spital, a ka pampers, a është me pampers? Janë fare, ajo është dimension tjetër. Ajo është thotë, okay, po të rishti me mua në rregull. Thotë, kupton, djali
pa u bë, dhe si që lexova edhe vetë mesazhin, ta shëroi Zoti. Ne, kur ka lindur Klesi, kemi bërë pasaportat për t'i kur jashtë shtetit. I njëjti fëmijë që ishte po në të njëjtë spital me neve, kishte një diagnozë më të rëndë dhe shpesh herë merrte në telefon ai burri dhe i thoshte përparim, pse se lëviz fëmijën? Shiko sa mirë u bë djalim, lëvizë fëmijën jashtë, ai ka nevojë për kurim. Apo mua më vdes birazeri dhe nuk e lëviz dot. Në momentin që ne kena bërë pasaportat, ishim bërë gati për ti, kur i them si do bëjmë, thotë unë nuk vi, thotë se mua më vdes vllai. Po e lem në Shqipëri, ai nuk vdes, ai shkon bën dializën, kthehet, e kupton? Si të shka jetuar tani vetëm, ndërkohë që ai ishte në Itali. Se gjën asgjë, hajt ikim, çojmë djalin në këmbë, kthehemi. Thoshte, jo, unë nuk vi se edhe vetëm ai nuk bën dot. Domethënë në këtë moment ti zgjedh vllajin që është 30 e sa vjeç dhe penalizon një fëmijë që s'ka nisur jetën akoma, e le të humbi? Për atë është më e vlefshme çdo gjë tjetër. Le themi ky është ai momenti që ti vendose të jepje fund kësaj martese kur edhe pjesa e të kënduarit që po u bënte rëndomte vazhdimisht. Ne kena qëndruar 3 muaj të ndarë brenda një shtëpie. Dhe gjestet e tia nuk është se ishte në përpjekje të bënte diçka, thjesht të flem bashkë sonte gjëra të tjetër në natyre, aty ku ke hallin ti, ku thret ai, e kupton? Fare. Kështu që qartë është e kuptueshme. E dashur Klaudia, ne do bëjmë një shkëputje në këtë momente, do të kalojmë një reklam, do rikthehemi bashkë. Ti sot tregove që babai i fëmijës që je në proces divorci, ende nuk ka ndodhur divorci. Besoj se muajin tjetër nuk është marrë vendimi, muajin tjetër mund të mbaroj, është babai i papërgjeshëm, me lejen tuaj, unë do doja që ditën e sotme për parim Seferi. Për parim Seferi. Ish bashorti, ta telefonoja, sepse jam e sigurt, nëse ai do e ndjeki emisionin, do na telefonoj, por do doja që dhe zëri ti ishte sot në programin ton në Pajgjorën, por kalojmë tek Obeni dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme me mua është një 32 vjeçare nga Burreli, Klaudia Beshi, nga një djalë 8 vjeçar i cili ka lindur me një problem shtyllën kurrizore dhe ndodhet në një karrike me rrota. 32 vjeçaria rrëfeu në pjesën e parë për, le të themi, divorcin, martesën e saj të dështuar për një ish bashort të papërgjeshëm, jo vetëm për të si grua, por dhe për djalin e sëmur. E dashur Klaudia, në këto 2 vite që je ndarë, le të themi kontaktet me të janë zero, apo ai kontakton për djalin? Jo, nuk merr fare. Nuk është blok në asnjë rrjetimi social, mund të më ndjeki me adresa falso në rrjetet sociale ose në faqet e punës, por jo se kontakton për djalin. Djali gjysmën e janarit ishte i shtruar në spital, sepse psoi një çarje në kokë, u jep 3 penj, e dinte dhe s'ira telefonit fare, edhe shkurtin po ashtu sëmur ishte i smur me grykët, prap s'ira telefonit fare, edhe pse i din, asgjë nuk bën, fare, nuk reagon. Erdhi nga Italia, nuk e ka takuar fare djalin në këto 2 vite? Erdhi nga Italia, kishte 1 vit e gjys pa e parë djalin, edhe pa folur edhe pa e prekur, dhe pas 2 javësh që erdhi në Shqipëri, edhe pse familja ime e kontaktoi që prej fillimit që ke ardhur në Shqipëri, okay, shko tako djalin. Kur erdhi, i thash ku ke qenë këta 2 javë, kisha punë. Çfarë pune më të rëndësishme mund kesh se fëmia? Kam dhe unë punë, por jam 24 orë me fëmijën. Si ka mundësi që ti veprimare çdo gjë tjetër përveç djalit, kur ti e din që djali jot nuk është mirë. Kur ti e din që ai fëmijë ka nevojë qoftë për anën financiare, qoftë për suportin fizik, që ai të lëvizi, shkon në shkollë, nuk është prezent në asnjë lloj gjëje të djalit, në asnjë lloj gjëje. Nuk ka qenë kurrë. Nuk ka qenë kurrë. Pra ai nuk është prezent fizikisht për t'i dhuruar dashuri djalit. As në telefon fare, nuk bën asnjë lloj përpjekje, edhe nëse vjen, e ul aty thjesht e shikon djalin kështu dhe nuk ka afron ti thot çfarë të blej babi, çfarë të bëjmë, kupton çfarë do ti, fare, vetëm e shikon. Kështu. Por djali si reagon? Asgjë, dhe djali s'është se i afrohet, djali as të kujton fare. Përkundra, zi e urren, nëse i ndodh diçka thot, sa i keq është ai babi im, duhet ishte këtu të më mbronte mua, pse nuk është ai, sa i keq është.
një situatë para ca ditësh, qelloj që në lagjen ku ne jetojmë, ishin ca qenë dhe na rrethuan, nga që ajo është me karrocë, ndihet normal më i friksuar se ne. Qartë, nuk vrapondot. Po, normal, edhe kap si panik, edhe momenti që shkuam në shtëpi e shprehu këtë, sa i keq është ai përparimi, ai duhet ishte aty të më mbronte mua. Nuk i thot as babi, po në emër. Jo, në emër nuk i thot babi. Jo, nuk i thot. Nuk e merr, nuk e ka marr kurrë në krah të dali nga spitali, jo. Në njërin prej tyre se e lash për gjysmë shpar, kur ne ishim në Turqi, ai fiku telefonin dhe na la atje fare. Ne ishim të ndarë, njëri e preu biletën kur iku dhe tjetër do ta priste kur të ktheheshim, kështu kishim rënë dakord. Ai na la atje. Spitali turk e telefonuan, përkthyesja pafund 2 ditë rresht telefoni i fikur. Dhe ata thanë, "Okej, e vetmja ndihmë që ne mund të t'japim është të të nisim me autobus." Kaluam 3 shtete me autobus, që doktori thoshte unë nuk jam dakord për këtë rrugtim, sepse fëmia sa ka hequr telat dhe nuk i bën mirë. Ju braktisi në spital? Nuk mori fare, as nuk e përgjigj fare, pas 5 ditësh i ka rënë telefonit ku jeni. Domethënë, ndërkohë që e dinte që të hënën që ne ditën e premte do dilnim, ai të mërkurën fiku telefonin. Dhe pas 5 ditësh ta më prish telefoni dhe sikur t'ishte prishur telefoni, mund ta kishte gjetur një zgjidhje te një nga shokët totale, një babai mund të kërkojë ndihmën e një shoku duke e ditur që bashortja jote ose të paktën fëmia, lere ish bashortja, fëmia jote do kthehet për Shqipëri, mund të kërkojë kontakt nga dikush dhe të më telefonojë, të bëje diçka, të priste bileta. Okej, më tha të hënën dhe të mërkurën e fiku. Ai nuk ka dhënë asnjëherë ndihmë ekonomike për djalin ti sapo e... Ai ka çuar në momentin kur e ka parë që unë nuk duroj më do iki. Atëherë mund ta ketë çuar një gjë. Kupton? Po në momentin që nuk mban më pilafi ujë, sa për të mos ikur unë, për të kthyer, e kupton? Bënte diçka çonte. Pastaj vazhdonte prapa avazi njësoj. Sepse në momentin që gjykata do vendosi që kujdestari sigurisht do ta japi ty si nën absolute në këtë rast, ai baba do ketë një detyrim ushqimor. Ai në gjykatë deklaroi që unë më shumë se 50.000 nuk mund të paguaj për djalin sepse kam një vëlla të smur, po se ke një vëlla të smur, mund të kem dhënë një vëlla teze, daj çat jetë, nuk na heq më pak përgjegjësi ndaj fëmijës. Por ai ka vëllezër, motra, nën, baba? Nga nëna po. Ka 3 motra dhe 2 vëllezër tjerë nga nëna. Kurse nga babai ka atë që është i smur. Po prindrit i ka? Jo, jati i ka vdekur. I ka vdekur. Po. Pra le të themi, është ish bashorti juaj që kujdese vetëm për vllajin apo janë dhe pjesëtar të tjerë? Jo, vetëm ai, sepse jati i ka vdekur. Ai jetonte me mua dhe jam kujdesur unë për vite me radhë për ta. Kështu që. Dhe ai është shprehur në gjykatë që më shumë se 50.000 lekë të vjetra nuk mund të pagojë detyrim ushqimor. Domethënë edhe pse ishte në Shqipëri, ai siç e lexova edhe vetë mesazhin që 2 ditë isha në Greqi dhe isha në Shqipëri, në datën që ne kishim gjyqin me datë 11, ai shtyvi gjyqin, jam jashtë shtetit, edhe ai avokati i tij tha jam në një seancë tjetër gjyqësore dhe u shtyp. E dashur Klaudia, për të qenë transparente, unë dua, ju ma keni vënë dispozicion numin e përparim Seferit, unë dua ta telefonoj në këto momente zotin përparim, me shpresën që do më përgjigjet. Uroj që ta hapi telefonin, përparimi, sigurisht ai nuk e ka numrin tim, do t'i prezantohem. Përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin përparim Seferi? Po, ju... Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa i Gjurmë dhe sot në program kam të ftuar ish bashorten tuaj Klaudia Beshi. Po? E cila po tregon martesën e dështuar, 15 vite të martuar bashk, largimin nga ju dhe mos kujdesja juaj ndaj djalit të sëmur. Nuk e di nëse keni një përgjigje për këto akuza që ish bashortja ngriti, një baba që nuk interesohet për të birin. Jo, kurse unë jam interesuar, po të gjitha akuza që e tha jo ndaj me, sepse unë kam dërguar, po dejta më gjanë. Po të dëgjoj shumë mirë. Po, kurse zonja, unë kam dërguar që ka vajtur në Turqi, që vajti në Francë. Ju në Turqi i keni mbyllur telefonin, e keni lënë me spitalit. Djali dhe ish bashorten tuaj i ka paguar spitali biletën e autobusit, se ti i mbyllë telefonin në Turqi. Kushe, jo se nuk ja kam mbyllur zonjës në Turqi, po zonja ka qenë me ish për funktinte, kurse unë ndërkohë, kam qenë në Itali, edhe i kanë që adik. Bile ka qenë edhe jem aty me mua,
kur ja kam dërguar likët e kur më ka marrë izhira ime në telefon. Kjo ka qenë para një viti, jo para 2021 kur është qenë djali i spitalit, thuaj zotërisë. Gjithsesi ka me fakte të gjitha. Shumë mirë sepse unë kam të gjitha me fatura. Përparim. I kam dërguar zonjës. Aktualisht ju jeni në Shqipëri. Normal. Jetoni në Korçë. Po. Sa kohë ke pa e takuar djalin? E kam takuar një. Unë ti tashi gati një 6 muaj. 6 muaj. Po mirë, unë nuk dua të gjykoj. Djali jot jeton në Pogradec, ti jeton në Korçë, sa larg është Pogradec Korçë dhe të rish 6 muaj pa takuar djalin? 25, më fal, është 25 minuta. Kurse zonja, se po më bën që zonja të dalë në vetja, kurse zonja, jo të më merrte më përpara kur unë personalisht kam qenë në Itali, i kam dërguar një ka zonjës. Ore zotri, mund t'i jesh i baba shëmbullor që i dërgon lek. Ky fëmijë ka nevojë për dashuri. 6 muaj të duket normale ty, 25 minuta dhe në këmbë ta merri atë rrugën nga Korça në Pogradec, do vihet takohet të virë. O dita, lutem shumë do me lejsh të mbaroj. Po, patjetër. Në qoftë se është e mundur. Po të dëgjoj. Okej, atëre, unë kam qenë në Itali, kurse zonja ka qenë në Francë. Edhe o dojle ti gjoj. Kurse unë kam qenë në Francë, bile ka erdhur edhe jema në Itali ka qenë me gjithë të vuan aty. Po kjo s'ka lidhje, ç'lidhje ka? Kuar 700 euro që unë të bashkohesha me zotrinë dhe të vija në shtëpi, atëherë, se ne kena ikur vetëm në Francë. Ka ikur në Francë, bile i kanë thënë, do ikësh në Francë po, që ma do ikësh, do ikë që ma Italia, tha, okej, i kanë thënë, të dalë në aeroporti unë, edhe të takoj djalin, e zonja më ka thënë jo. Sepse ato avionët me njëri tjetrin janë linjat që nuk majnë të për vonesë? Është direkt, të lutem, përparim, për një takim që ti ke kërkuar, përparim, të janë justifikime, por të lutem, për një takim që ti dohet të realizoje në Itali që su bë, nuk është dhe një problem. Ti jeton në Korçë, djalin e kem Pogradec, kjo zonjë nuk të pengon të takosh djalin, ti mund të shkosh të takosh sa herë të duash. Më falj. O dita, më falj, kurse zonja, kur ka ikur që këtu, më ka thënë mua nuk ke për ta parë djalin me sy. Ta arrosh këte. E ke parë të më mund të kam zirë vetë në Pogradec e ke takuar bashkë me mikën e tezës tënde. Mund t'i flasësh, nuk kam bashkë këtu të lutem. Unë e shtia dhe më ke thënë që s'ke për ta parë me djalin me sy, a po tashi, s'ke nga t'jam bashkë edhe. Jo, unë nuk kam fare këtila komplekse unë, se nëse do kisha t'tila nuk do kisha ardhur. Dëgjoj njerë. Orse ti... Dëgjoj, mos vazhdo të gënjerë si që ke bërë gjithë jetën, dëgjoj mua. Si që mora unë makinën, e diva unë makinën, e more e shpatron dhe ti, si që more djalin. Ti ke bler makinën 1 milion lek, unë kam harxuar 14 vjet në familjen tënde dhe s'kam marrë asgjë kur kam dalë. Dhe ti nuk mish problem dot mua në miliona ato vite që unë kam harxuar duke pritur ty. Të lutem. Dëgjoj mua. Çfarëdo që kesh bërë, i ke në shtëpi, unë nuk kam marrë asgjë me vete përveç djalit dhe valinxheve të mia. Të lutem. Me fakte, mbaj. Përparim, kena një fakt përpara syve ton që ka nevojë për të dy ne. Je njoftuar para njave që djali është sëmur dhe duhet lëvizur për jashtë. Përparim, se duhet edhe të na mirë kuptosh, i dashur përparim, e ju ende nuk jeni divorcuar. Ju ende nuk jeni divorcuar, përparim, të lutem. Sepse zonja mua më ka bërë, që unë kam dhe ju në s'puka dhja. Po mi më përparim dhe 2 javë dhe 1 muaj, kur fëmija është sëmur, do rrish se je babaja ati fëmije. Të lutem, përparim, të lutem. Ndërkohë që unë dërgoj vetëm leka, kurse zonja i ka bërë hasa atë si kam dërgoj. I dashur përparim, ju ende nuk jeni divorcuar, i dashur përparim. Përparim, mund të më dëgjosh të lutem? Jo, përparim, nëse flet vetëm ti, atëri i bie ta mbyll telefonatën. Përparim, të lutem, ju ende nuk jeni divorcuar, gjykata ende nuk, le të themi, nuk e ka marrë vendimin e divorcit tuaj. Ju do t'ju ngarkohet një detyrim ushqimor për të paguar. Je i gatshëm ti ta pagosh për djalin tënd, duke ditur që djali juaj është një karike me rrota dhe ka nevojë për më shumë para se një fëmijë normal. Edhe kam deklararuar edhe në gjykat. Për çfarë?
Po pra, Kam me një vllaj, kam me djalin. Jam edhe të shkuara vllajt, por Ros të falenderit o dita. Po- Dhe ndërkohë që unë... dhe ndërkohë i dashur për parim, nuk dua të bëj këtu gjykatsen, por duhet të punosh dhe të mendosh më shumë për atë fëmijë për parim, i cili ka nevojë për ty. Ke 6 muaj që se ke takuar, ai ka nevojë për dashuri. Si? Ka nevojë për dashuri. O dita të kërkoj ndis. Kurse zonja, unë që kur e ka për gjyqin edhe te i kam quar doti 1.000 euro. Kurse zonja mua më merr në telefon edhe më ka thënë Ke zonja. fatura thuaj. Ai qështator nuk është paraqitur, takoj as djalin, ai thot kam çuar. Për parim, Je ekselent për këtë fush, nuk ta marr dot aty, bravo të qoftë, i ke faturat aty, e ke çdo gjë aty, edhe çat ke shtuar i ke po në shtëpi, nuk ka marr për parim, ke diçka të fundit për t'i thënë ish bashortes? O dita, më duhet të sqaroj. Jo, se nuk kam kohë televizive. Nëse ti dëshiron të flasësh më gjatë, Edhe unë nuk kam qarë. Ti qarë e zonjës, se zonjës ku unë ja jap e bardha mbi të zezë, kurse zonja nuk pranon asnjë lloj gjë. dakor, të falenderoj që na u përgjigje ditën e sotme dhe e patëm dhe zërin e përparimit i cili këmbgulte që unë të kam dërguar para thot. Ai flet gjatë kohës që ne kena qenë të martuar, kena qenë bashkë në një shtëpi dhe i ka të gjitha në shtëpi se s'ka marrë asgjë me vete. Nëse do kisha patur ato miliona që thot ai, ndoshta nuk do isha detyruar të vija në këtë studio dhe të bëj apel për ndihmë për djalin, do kisha ikur që shkuri. Kështu E që qartë, është e kuptueshme. E dashur Klaudia, do të qëndrojmë sërish bashkë në studio dhe pa dyshim që do t'i bashkojmë dhe unë apeli tuaj për ndihmë që do kërkoni sot për djalin 8 vjeçar, por do të kalojmë në një shkëputje, do të jemi në reklama, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku jam me 32 vjeçaren Klaudia Beshi, një nën e cila ka ardhur. Mami, hajde këtu tashi. Hajde këtu tash, është Klejsi. do vish ti te mami? Ajde. Ta marrim Klejsi këtu? Po flet nga regjia Klejsi. Ka kërkuar që të na shikojë në këtë momente. Ai nuk sekond pa mua, ai po bën 8 vjeç, ne nuk kemi. Mirë, dikush le ta silli Klejsin të na ndihmoj. Ta kemi Klejsin në studio. Nuk ka fjetur kur. Çfarë klase shkon në djali? Fatin e tij, ka fjetur gjithmonë me mua. Të pandar. Po, të pandar. Dhe vetëm gjatë kohës që unë po bëja transferimin e kam lënë tek prindrit e mi gati 9 muaj. Hello! Klejsi! Zemër, si je ti? Mirë. Okej. Do të çojte mami? Po. Faleminderit Ersela. Ja, do ta lëm tek e lëm tek karika e vet. Ajde, deri me mami këtu? Okej. Okej. Kam Ja, ulu aty te karika Klejsi që mos të vetëm do më ndihmoshe dashur që ta afrojmë pak afër teje karrocën. Klejsi, përshëndetje. Hiç, mirë. Mirë se erdhe në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Si je ti? mirë si u gjeta. Mirë se u gjetë. Oni lëre mikrofonin, mos e prek me dorë, sepse zëri është shumë mirë. Çe klasë shkon ti zemër? Në dytë. Në klasën e dytë, mëson? Po. Qa nota shmer? Flamur, yje. Nuk merr nota, merr flamur, shumë mira, të lumdora, Po. yje. Po kush është lënda që të pëlqen më shumë? Matematika? Anglisht. Edhe në matematikë. Në anglisht, në gjuhë huaja, është shumë mirë. Anglishtën e ka folur gjuhë të parë që prej fillim, vetëm mam bab thoshte, pas 4 vitesh ka folur shqip. Shqip. Por matematika nuk të pëlqen? Po shumë. Pa përqen. Po e disa të bukur i pas ke syt? Faleminderit. Shumë të bukur dhe je shumë djali bukur. Qa ke dëshirë të bëhesh kur të rritesh? Do jep doktor, unë që të shëroj njerëzit. Bravo. Doktor që të shërosh njerëzit. Bravo. Sepse ne për doktor kemi vajtur. Por Dhe ajo babi që na- tim nuk ka asnjë lek, sa jo nuk ka do të fare mua. Okej, s'ka që të do mami, mos u merr me atë pjesë, të do mami ty. Okej? E në sa e fash mama be, babi në buk, ma kafe një. Mos u merr me atë. Janë gjëra. Zemër, ti ke mamin, edhe babi do vitë të takoj, ata të dy të duan shumë, bëjnë gjithë shka që ti të jesh mirë, unë jam e sigur që ti do shërohesh, do ngrihesh nga jo karike me rota, dhe do vazhdosh ëndrën tënde që të bëhesh mjek.
Por më tha Ersela që po kërceje në regji të pëlqen dhe muzika. Të pëlqen shumë muzika? Po, Po të pëlqeni dhe kamrat. Ke ndonjë dëshirë që dëshiron ta shprehësh në studion e emisionit pa gjurmë? Kush është dëshira ëndra jote? ëndra për mamin tim. Ëndra për mamin Qa tënd. dëshire ke ti? Për qa i lutemi Zotit neve? E lutemi Zotit që dhe kemi Që të një shërojt dorë kemba? që në ma shërojnë dorë një kem. Zemre vogël. Edhe pastaj të eci klesi vetë. E ne, sa të shërojnë mua keme, ndojtë se në vend në shkollë. Dhe do vija ajo di që ti do ecësh vetë me këmbët e tua. Po, Amin. Do të puth pak? Jo, mos lëviz fare, do vi unë të ty. Mirë, të na vi Ersela të na ndihmoj. Ja realizuam dëshirën djali që të vinte në studion e emisionit pa gjurmë, shikon veten e tij në ekran, është i lumtur. Shma aty ti. I pëlqejnë kamrat, i pëlqejnë gjithçka. Mirë, unë të premtoj që ne do vim një ditë atje në Pogradec me kamera dhe të kënaqesh ti me mikrofon, me kamera, me gjithçka. Mirë? mirë. Mirë Ersela, mund të më ndihmosh? Jo, mos u lodh, do të ndihmoj unë që Okej. të dërgoj tek Ersela, sepse po shkojmë drejt fundit dhe nuk desha ta mbaja edhe në minutat e fundit djalin në studion ton, sepse jo gjithçka i duhet ta Jo dëgjoj gjithçka, po. për shkak të moshës dhe u preka dhe unë kur tregoj disa momente për babain e tij. E dashur, kush është apeli që do përcjellësh ditën e sotme, sepse je e vetme, të duhen para që të vazhdosh operacionet me djalin dhe ai të vija ajo ditë sa më shpejt që të eci me këmbët e veta. Klesi ka nevojë për pjesën e këmbës poshtë për të operuar, por së fundmi ajo që na rrezikon shumë shëndetin e Klesit është shfaqur skolioza dhe është në rritje. Dhe nëse nuk ndërhyet, ai rrezikon mos të eci më. Dhe nuk e shikoj dot të gjën, domethënë nuk e solla deri këtu dhe nuk e përballoj dot ta shikoj që të bie, e kupton? Dhe operacionet Klesi bën jashtë. A keni ndonjë numër llogarie? Po. Që ne ta vendosim në rrjetet sociale, ta vendosim në regjia do më ndihmojë në këto momente, sepse Ersela e ka numrin e llogarisë, na i vendosi në këto momente numrin e llogarisë pikërisht të nënës Klaudios, e cila kërkon ndihmë për djalin e saj të smur. Dhe operacionet kryen jashtë, nuk kryen këtu të Klesit dhe unë kam qenë në Francë dhe atje nuk ja dola dot, nuk e operova dot dhe për mua e vetmja shpresë është në Itali tek spitali që është Apo Safat për fëmijë Bambino Cesu, vetëm aty besoj se djalim do të çohet në këmbë. Të dashur miq, ju që po na ndiqni këto momente, nëse do bëhemi të gjithë bashkë me shuma modeste, pikërisht te ky numër llogarie që po shikoni në ekranin tuaj, mund të kontribojmë për të ndihmuar këtë nënë të vetme për të bërë operacion djalin e saj 8 vjeçar që të ngrihet në këmbë. Mjekët i kanë dhënë shpresë, por kjo nën nuk ka para për ta çuar në Itali, në një spital që i kanë dhënë shpresën, i kanë ndezur dritën jeshile që drita e syve të saj, djali i saj të ngrihet në këmbë. Uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet nga kjo studio. Uroj shumë. Do mbetemi në kontakt dhe uroj që të mblidhen shuma në këtë numër llogarie që ke vënë dispozicion. Amin. Inshallah Zoti vendor mbi të në radh parë që ai të mos humbi, nëse ai shtrëmbohet në pjesën e kurrizit, as ndërhyrja në këmbë nuk ka pse bëhet më, sepse ai nuk çohet më. Kupton? Pra është emergjente për të bërë. Absolutisht, nëse nuk lëvizet për të shumë vonë. Do mbetemi në kontakt dhe do jemi bashkë sërish edhe në ditë të tjera për të bërë thirrje, për të ndihmuar për djalin tënd. Faleminderit, shumë faleminderit që na Të shkuara djalit dhe falenderoj e dashur. Mirë, me këtë histori të dhimbshme kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj miq që qëndruat me mua. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16. Deri atëherë mirupafshim.